Mirë se erdhe Demi në Letra të Rrëfejnë, jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Përpara se të fillojmë leximin, jemi afër pranverës, e dim. Dhe unë personalisht e kam zakon në çdo sezon bëj një lloj pastrimi mendjesh, energjisë që kam me veten time. Pa bërë ndonjë ritual special, por që thjesht në mendime duke seleksionuar apo si ta them, largoj fizikisht apo mendërisht gjërat. Jemi afër pranverës dhe pranvera nuk vjen vetëm për të lullëzuar absolutisht, por dhe për të pastruar ca gjëra me ne, në ne, rreth nesh. Është koha të heqim gjithçka që nuk na shërben më. Zakone që na mbajnë në vend, marrëdhënie që na lodhin, mendime që na bajnë të dyshojmë në vlerën tonë. Të dashur Demi, jo çdo gjë që e kemi mbajtur deri sot duhet ta marrim me vete më tutje. Disa gjëra nuk janë kujtime, janë në fakt vetëm pengesë. Pra, ta bëjmë kështu sikur pranvera apo ky sezon na kërkon të jemi të sinqert me veten. Çfarë po na ndalon, çfarë po e shtym nga frika, çfarë po mbajmë vetëm nga zakoni. Tani është momenti të vendosim qëllime të qarta. Jo për të dukur mirë para të tjerëve, absolutisht, por për të ndjerë në paqe me veten. Sepse të dashur Demër, rritja nuk vjen kur mbushim duart, por kur lirojmë hapësirë për të ecur para. Tani, kemi 2 të shkopive, kemi 3 të kupës, kemi perandorin, kemi vajzën e shpatës dhe asin e shpatës. Dhe letra parë pasqyron ku është Demi tani. Demi je në një pikë vendimarrje. E kupton e ndjen që aty duhet të ketë diçka më shumë për mua. Unë meritoj më shumë në këtë kuptim. Por ende po sheh apo po i shikon gjërat shumë nga larg. Po e matë ndoshta dhe terrenin, po mendon a ja vlen. Çfarë është më rëndësi, ke potencial dhe mundësi, por nuk po bën hapin final. Je gati absolutisht, por po e vonon zgjedhjen. Çfarë po të pengon Demi? Shumë zëra rreth teje, dhe sikur ndikohemi nga të tjerët, të gjithë, por që dikush më shumë, dikush më pak, opinione, shoqëri, festa, biseda, që duken të lehta por ta shpërqendrojnë fokusin. Demi po dëgjon më shumë të tjerët se sa veten. Dhe pengesa më e madhe është rehatia sociale që të mban larg seriozitetit. Do thotë, mirë jam, s'ka problem, do bëhet, dhe je duke e mbajtë veten vërtet larg asaj që duhet jesh. Çfarë duhet të largoj? Demi është perandori. Kontrollin e tepërt dhe Demi këtë e ka, absolutisht, dhe kokfortësinë. Idenë që unë e di më mirë se të gjithë, ose kështu jam mësuar, siç e keni zakon, Demër, ky letër thot këtu, autoriteti i vjetër nuk po të shërben më. Prandaj dhe e fillova me atë pranverën sikur të zëm shkas, të pastrojmë diçka, të heqim ca vese që i krijojmë me periudha të gjata të shkurtra në situata të ndryshme. Pra, të heqim një gjë që nuk të shërben më. Largohu nga strukturat e vjetra që po të ngurtësojnë Demi. Çfarë duhet bërë ndryshe? Të jesh më i qartë, është vajza e shpatës, të pyesësh, të interesohesh, të kërkosh informacione dhe të mos kesh frikë të fillosh edhe si nxënës. Jo të gjithë din gjithçka. Kjo letër kërkon mendje të hapur, komunikim të drejtë, veprim të zgjuar, jo emocional. Më pak krenari, më shumë kuriozitet. Rezultati është goxha i bukur. Asi i shpatës, Demër, qartësi, vendime, e vërteta e prerë e juaja,
gjëra që bëhen të pastra, të them. Çfarë po e çfarë jo. Kjo është ai seleksionimi që ju thash. Kjo është një letër që pasqyron fillime të reja mendore, zgjedhje të forta, drejtim pa më dyshje. E ardhmja jote vjen kur e pret pa frikë atë që nuk funksionon më largon. Apo, ta them kështu, e ardhmja jote vjen kur e pret pa frikë atë që nuk funksionon më. Çfarë duhet të largoj pra Demi? Shpërqendrimet, mendimet e të tjerëve, nevojën për kontroll absolut. Çfarë duhet bërë? Bëj një zgjedhje të qartë, komunikim të drejtë, hap të vetëdijshëm drejt të sëres. E ardhmja jote, Demi, nuk kërkon forcë më shumë, kërkon qartësi dhe guxim për të thënë këtë po dhe këtë jo. Pra demër, të seleksiononi çfarë të merrni dhe çfarë të leni.